Në këtë edicion do të ndiqni. Është mbajtur treza regjionale java për të drejtat e viktimave të krimit, me moton zëri viktimes përgjithësia jonë. Disa shtylla elektrike janë rrëzuar e të tjera janë gati të rrëzohen në fshatin Meq. Disa studentë sot kanë protestuar kundër padrejtësive të gjykatës speciale. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Sot në Gjakov është mbajtur treza regjionale java për të drejtat e viktimave të krimit, me moton zëri viktimes përgjithësia jonë. Qëllimi i kësaj tryeze ishte koordinimi ndërinstitucional për mbrojtjen e viktimave të krimit dhe roli i institucioneve në trajtimin e këtyre rasteve. Sot në Gjakov është mbajtur treza regjionale java për të drejtat e viktimave të krimit, me moton zëri viktimes përgjithësia jonë. Qëllimi i kësaj tryeze ishte koordinimi ndërinstitucional për mbrojtjen e viktimave të krimit dhe roli i institucioneve në trajtimin e këtyre rasteve. Në takim morën pjesë përfaqësues nga Prokuroria Themelore në Gjakov, Gjykata Themelore, policia si dhe institucionet të tjera përgjegjëse. Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjakov, Enis Gashi, foli për rëndësinë që jep prokuroria trajtimit të rasteve të viktimave të krimit. Arsyeja e lancimit këtë që në bazë të rasteve të tilla, të gjithë ne që jemi së bashku këtu, do të aktivizohemi me qëllim të dhënies së ndihmës së nevojshme viktimave të krimit apo të dhunës së familje në baza gjinore. Sikur se çdo herë, edhe tani më duhet të thekë që zyrja e prokurorit të shtetit, pra prokurori i shtetit së bashku me zyrën për mbrojtjen e ndihmës viktimave dhe me të gjitha institucionet në vazhdimsi ka vepruar dhe do të veprojë në dhënien e ndihmës së këtyre viktimave, duke ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme. Kryetaria e Gjykatës Themelore në Gjakov, Fëllënza Knusha, i tha se rastet e dhunës në familje trajtohen me prioritet nga gjykata. Jam shumë e vetëdijshme për sfidat që ne si gjykatë kemi për trajtimin e rasteve sa përballemi me viktimat e krimit, po ajo që dua të them është që gjykata me urgjencë trajton gjitha rastet e dhunës, në veçanti një përparim viteve të fundit është trajtimi në kohë dhe mënyrë profesionale i rasteve të dhunës në familje. Ne në vazhdimsi kemi takime me institucionet e pranishme këtu, edhe koordinohemi rreth procedurave, për lehtësimin e procedurave ndërinstitucionale për trajtimin e rasteve të dhunës. Udhëheqësja rajonale e zyrës për mbrojtje dhe ndihmë viktimave në Gjakov, Fatmire Qufa, i tha se bashkëpunimi me institucionet është shumë i mirë dhe po zhvillohet në vazhdimsi. Zyrja për mbrojtje dhe ndihmë viktimave ka një bashkëpunim të themi shumë të mirë me gjitha institucionet, duke filluar nga prokurori i shtetit, gjykata, qendra për punë sociale, shtëpia e sigurt, OJQ. Mund të them se falë këtij bashkëpunimi ne jemi duke ja dalur me raste që jemi duke i trajtuar. Për temën foli edhe komandanti i stacionit të policisë në Gjakov, Major Milazim Lumi, i cili theksoi se policia është mekanizëm kyç për mbrojtjen e viktimave të krimit. Institucionet ose puna e institucioneve është e parafare me legje me rregullore, mirë po policia ka një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e viktimave dhe trajtimin e tyre, sepse është institucioni i parë ose dera parë ku trokitet shpesh herë jo vetëm për këto probleme, po na dim të gjithë që qytetarët edhe për probleme që nuk i takojnë ndoshta trajtimin nga ana policore kanë adresën e parë. Çështja e policisë edhe na do të në këto vite të zhvillimit tonë, domthonë 26 vjet, ne kemi avancu dhe vazhdimisht kemi proklamu dhe kemi një përgatitje të mirë të trajtimit të mbrojtjes së viktimave dhe trajtimit të tyre. Tryeza të tilla për javën e të drejtave të viktimave të krimit do të mbahen në gjithë vendin. Tash sa kohë gjendja e disa shtyllave në fshatin Meq nuk është as pak e mirë. Madje së fundmi disa janë rrëzuar tërësisht duke shkaktuar kështu rrezikshmëri të lartë për veturat e shumta që kalojnë andej.
Shtyllat elektrike në rrugën Gjakov-Dolc në fshatin Meq të komunës të Gjakovës janë në gjendje të rënduar. Disa prej tyre janë të rrëzuara, të tjera të pjerta dhe të dëmtuara, e që paraqesin rrezik të bien nga qasti në qast. Banorët që kalojnë në këtë aks rrugor, të cilët nuk kanë pranuar të flasin para kamerës, thonë se kjo situatë po vazhdon tashmë më shumë se 5 ditë dhe se gjatë kalimit me vetura në këtë magjistrale ndihen të rrezikuar. Ne do të kontaktojmë Kecin për të marrë informacion se kur pritet të ketë intervenim dhe do t'ju mbajmë të informuar për gjendjen e shtyllave në rrugën Gjakov-Dolc. Iniciativa studentore e Universitetit Fëmijë Agani sot ka mbajtur protest për të ngritur zërin kundër gjykatës speciale, nga aty u kërkua drejtësi për çlirimtarët e Kosovës. Në Gjakovë është mbajtur protesta paralajmëruar nga Iniciativa Studentore Fëmijë Agani, ku morën pjesë student, qytetarë dhe ish ushtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Protesta nisi para konvikteve të studentëve dhe marshoi deri te platoja Shokët e Lirisë, ku mbajtën fjalimet kryesore. Para të pranishmeve foli kryetarja e Iniciativës Studentore Alma Alia, e cila tha se studentët do të vazhdojnë ta ngrisin zërin për drejtësi. Sot Kosova është ndarë midis dhimbjes dhe krenarisë, që nga qasti ku figurat me simbolike të çlirimit u larguan drejt Hakës, është hapur një boshllëk i madh në shpirtin e kombit tonë. Një boshllëk që nuk mbushet as me fjalë politike, as me deklarata të përkohshme, as me përfundime të pavakta. Është një zbrastim morale, një plagë kombëtare, sepse nuk është e lehtë kur populli shes se njerëzit që mbrojtën këtë vend, që luftuan kundër gjenocidit, që i dalën zot Kosovës kur ai ishte në buzë të shuarjes. Sot nuk janë këtu. Ajo shtoi se procesi ndaj krerëve të UÇK-s po perceptohet si pa drejtë dhe se të rinjt kanë detyrim moral të mbrojnë identitetin dhe vlerat e luftës. Ne ju presim me mall, me zemër, me besim. Presim kur ditën kur drejtësia të flasë, jo gabimet, jo politika, jo pa drejtësia. Kosova nuk është kom që harrojnë. Kërkojmë vetëm drejtësi për çlirimtarët, drejtësi për Kosovën, drejtësi për liri. Në fund të protestës, organizatorët paralajmëruan se do të ketë edhe tubime të tjera kundër mbajtjes së krerëve të UÇK-s në Hagë. Ministri në detyri financave, punës dhe transfereve Hekuran Murati ka njoftuar se shtesat për fëmijë tashmë janë ekzekutuar dhe përfitojnë mbi 400.000 fëmijë në gjithë vendin. Qeveria ka theksuar se masa synon të përkrah familjet dhe të rrisë mirëqenjen e fëmijëve në vend. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur për aprovimin e buxhetit për vitin 2026 kishte marrë një stër vendimesh, ndërto edhe rritja e miratuar e shtesave prej 50% për fëmijë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka njoftuar se nga sot do të ekzekutohen shtesat e rritura për fëmijë, prej të cilave pritet të përfitojnë rreth 400.000 fëmijë të Republikës së Kosovës. Me rritjen prej 50% të shtesave, familjet me 2 fëmijë do të marrin 60 euro, nga 40 euro sa kanë marrë deri tani. Familjet me 3 fëmijë do të marrin 135 euro, nga 90 euro sa kanë marrë deri më tani. Familjet me 4 fëmijë do të përfitojnë 180 euro nga 120 euro të mëparshme, e kështu rritja do të vazhdojë proporcionalisht edhe për familjet me më shumë fëmijë. Në fund të njoftimit, Kurti ka uruar të gjithë fëmijët për përfitimet shtesë, duke shtuar se mbështetja për ta mbetet një ndër prioritetet kryesore të institucioneve të shtetit. Ora e parë e mësimit në të gjitha shkollat e Gjakovës sot i është kushtuar temës dhuna me bazë gjinore. Synimi i saj është që nxënësit e të gjitha moshave të vetëdijson në lidhje me rëndësinë e raportimit dhe luftimit të gjitha llojeve të dhunës. Sot nis fushata globale 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Për këtë arsye, në shkollat e Gjakovës, ora e parë e mësimit i është kushtuar pikërisht kësaj teme. Të dashur nxënës, sot në këtë orën e parë do të kemi një temë që është ndoshta aktuale, që është dhuna në familje. Është dita kur ne duhet të bëjmë përpjekje që sa më shumë të ndalojmë rastet, të ndalojmë dhunën në familje dhe të kontribuojmë që këto gjëra të mos ndodhin në shoqërinë tonë. Është një temë për cilën flasim shumë, por nuk di sa veprohet.
Gojen e kemi plot me ndihmë kundër këtyre rasteve, por që në realitet këto po përsëriten. Po ka raste të shumta të përdorimit të dhunës, të vdekjeve e tjera për cilat shoqëria jonë duhet të jetë pak më e vëmendshme, më kujdesshme për këto gjëra që janë shumë të ndjeshme. Se i përket kësaj teme duhet të informon të gjithë ushprehën nxënësit duke ndarë edhe njohuritë të tyre në lidhje me këtë temë. Dhuna mund me konë fizike, ekonomike, ose sociale edhe psikologjike. Po ashtu dhuna është kontrollimi, frika ose shfrytëzimi i personit ndaj një personit tjetër në familje. Për shembull fizike mund me konë shtytje ose goditje, psikologjike ulje identitetit ose mos lejimi gjanave çaj do mi bë. Ekonomike për shembull dalimi i parave ose punësimit, edhe sociale mund me konë për shembull kur ti nuk e lejon me u fol me shoqëni ose familje tjetër. Qëllimi i kësaj kampanje domethënë është vetëdijsimi gjitha grave ose familjarëve të cilat ushtrohen ende në zonat rurale dhe dhunën në familje. Familja nuk është një vend ku domethënë njeriu do të jetojë me frikë, por është një burim i sigurisë dhe burimi i dashurisë së personit caktuar. Gjithashtu një moto për këtë kampanje është domethënë mbrojtja nuk është mbrojtje ose heshtja domethënë nuk është mbrojtje, gjithmonë është një zgjidhje dhe thua jo dhunës. Kjo nismë synon rritjen e vetdijes dhe ndërgjegjësimit për parandalimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave. Gjatë kësaj periudhe, institucionet shtetërore dhe organizatat e shoqërisë civile do të zhvillojnë një ser aktivitetesh sensibilizuese në gjithë vendin. Mbështetja e psikologut ka rol shumë të rëndësishëm për nxënësit. Në shkollën teknike Nexhmi Denixha, ky fakt është kuptuar drejt dhe në vazhdimsi kërkohet ndihmë nga psikologja e këtij institucioni. Në shkollën e mesme teknike Nexhmi Denixha, numri i nxënësve që kërkojnë shërbime psikologjike është gjithnjë në rritje. Psikologja e shkollës Bardha Kurhasani thotë se shumica e tyre vijnë të referuar nga mësimdhënësit, kujdestarët e shpesh edhe nga familjarët. Ka numër të konsiderueshëm të nxënësave që vijnë dhe kërkojnë shërbimet psikologjike. Vijnë me vetë iniciativë, janë të referuar nga mësimdhënësit ose kujdestarët e tyre, por shpesh ndodh edhe që nga familjarët e tyre. Ndodh edhe me iniciativë psikologët, për shembull në rastet kur identifikohen nxënësat me vështirësinë të nxënë, rastet kur identifikohen nxënësat me probleme në sjellje, në probleme të ndryshme emocionale të tërhequr që rrin pak vetëm në orë të mësimit ose gjatë aktiviteteve në shkollë, atëherë ftohen edhe me iniciativë të psikologut të shkollës ose të kujtdo tjetër akter që është në shkollë. Sipas Kurhasanit, periudhat e fillimit të vitit shkollor si dhe ndryshimet sezonale sjellin rritje të kërkesave për mbështetje emocionale, sidomos te adoleshentët. Ajo thekson se rastet janë të vazhdueshme dhe përfshin probleme familjare, demotivim, vështirësi në mësime apo sfida në shoqëri. Fillimi i vitit shkollor, procesi adaptimit është kërkesa më të mëdha, pastaj edhe ndryshimi që është normale, në kushte normale, për shembull ndryshimi i motit në pranverë ose në vjesht, kur vështirësitë emocionale, domethënë të gjithë njerëzit, për shkak të ndryshimit të motit, për shkak të ndryshimeve të ndryshme hormonale, plus që kjo shkollë ka adoleshent, atëherë vijnë edhe raste më tepër në këto dy periudha për vështirësi emocionale. Përndryshe janë raste të vazhdueshme të problemeve të ndryshme, qoftë familjare, qoftë probleme me demotivimin, qoftë probleme të ndryshme me shkollën, qoftë probleme me shoqëni, probleme të ndryshme. Ajo çka motivon më shumë, Kurhasani thot, është fakti se shumë nxënës rikthehen për këshillim, edhe pasi rastet e tyre janë përmbyllur me sukses, shenjë e besimit dhe efektit pozitiv të punës së saj. Ajo që më jep një feedback pozitiv është kërkesa e tyre që të rikthehen, edhe në rastet ku janë përfunduar dhe kanë pas sukses, pas një kohë më njëherë si të hasin një vështirësi të caktuar, prapë kthehen, domethënë puna e psikologut është arritur në momentin që krijohet besimi. E shoh që kjo pjesë të nxënësit të kësaj shkolle edhe të aktorëve të tjerë të shkollës nuk mungon. Kështu që kjo më jep një satisfaksion për punën që bëj. Për fund, psikologja Kurhasani tregon se vetëm gjatë muajit nëntor ka pranuar 12 raste të reja,
ndërsa numri i rasteve të vazhdueshme ka qenë mbi 20, çka dëshmon edhe njëherë nevojën e madhe të nxënësve për mbështetje psikologjike brenda shkollës. Çmimi i vezëve së fundmi ka shënuar rritje të ndjeshme. Përmes materialit të radhës kuptojmë arsyen prapa kësaj situate. Çmimi i vezëve është rritur ditët e fundit, duke u lëvizur nga 4,50 € deri në 6 € për 30 copë vezë. Fermeri nga Gjakova, Samuel Prenkaj, thotë se arsyeja kryesore e kësaj rritjeje është përhapja e sëmundjes së shpezëve në disa shtete të rajonit, çka ka ndikuar në uljen e prodhimit atje dhe në rritjen e kërkesës për vezë nga Kosova. Sipas tij, shumë prej prodhimeve nga vendi po shiten jashtë Kosovës, duke krijuar mungesë në tregun vendas dhe përpasoj rritje të çmimeve. Në për vendet tjera, për shembull si në Shqipëni, vjen gripi i shpenzëve dhe ka shumë ngordhje. Këtu te na nuk ka ngordhje se i vaksinojmë pulat dhe zesht dhe për këtë arsye se ka shumë kërkesë të vezëve, se nuk ka shumë pula, ka shumë kërkesë të vezëve e hyj çmimi i vezëve. Prenkaj thekson se gjatë muajve të verës çmimi zakonisht bie, pasi kërkesat për vezë janë më të ulta në krahasim me periudha tjera të vitit. Çdo sezon dimrore hyj çmimi i vezëve, puna kërkesës, se ka shumë kërkesë gjatë dimrit, dhe gjatë sezonit verore bjen çmimi puna se s'ka shumë kërkesë. Megjithatë, ai shton se vetë i shet vezët me çmim prej 4,50 € dhe se çmimi prej 6 € që po shitet në disa vende është i lartë. Ai tha se është ndër të paktit që mbajnë çmimin më të ulët në treg. Në vazhdim të ndjeki parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajmë të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Është mbajtur treza regionale java për të drejtat e viktimave të krimit, me moton zëri viktimes përgjithësia jon. Disa shtylla elektrike janë rrëzuar e të tjera janë gati të rrëzohen në fshatin Meq. Disa studentë sot kanë protestuar kundër padrejtësive të gjykatës speciale. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.